Përshëndetje të dashur miq. Sot do të përgatis makarona kritharaqe në furrë me qofte. Atëherë, për këtë recet kam 600 gram i kam mish të grirë, kam 1 kokër qep të grirë holl, kam 2 thelbim me hudhra të grirë holl, kam 1 kokër vezë, kam gjysmë tufë me majdanoz, krip dhe piper. Këto janë për pjesën e qoftes. Për pjesën e kritharaqeve kemi 500 gram makarona kritharaq, kam 3 lugë gjelle me salcë, kam 1 kokër qep të madhe dhe atë të grirë holl, krip, piper dhe vaj që do t'i skuqim dhe do gatuajmë. Dhe kam 1300 ml e kam ujë. Ujin do ta përdorim të nxehtë kur t'ja shtojmë makaronave. Kjo është receta. Do fillojmë si fillim me qoftet. Kam shtuar qepën, hudhën, majdanozin, të shtojmë vezën, piperin, të shtoj edhe krip. 1 lugë çaj shtova me krip, do t'i përzijim paksa. Do t'i përzijim mirë të bëhet përzierja. Si kemi përzirë shumë mirë, do fillojmë, do t'i mbledhim qoftet, do t'i bëjmë në copa. Se sa të madhe do t'a bëni qoften e keni në dorën tuaj, sipas dëshirës. Do ta punojmë të gjithë brumin, do ta mbledhim, do ta bëjmë në formën që ne duam të bëjmë qoften dhe do t'i kemi gati për t'i skuqur. Kemi mbushur tiganin me vaj, jo shumë vaj sa për të skuqur qoftet. E kemi lënë që të ngrohet vaj dhe do fillojmë të shtojmë brenda qoftet. Atëherë qoftet i kam skuqur, janë skuqur nga të dy anët, nuk është nevoja që t'i thekrisim edhe shumë fort. Do t'i heqim dhe do t'i vendosim tek tava që neve do përgatisim makarona. Kam vendosur tiganin në zjarr, do shtoj qepën, do t'a lëm që të avulloj pak ujë i qepës. Pastaj do të shtojmë vajin. Nuk duam që të ketë ujë qepa. Pasi qepa e ka pirë ujin e vet, nuk kam ujë, do shtojmë vajin. Do shtojmë vaj mirë, sepse do skuqim edhe makaronat këtu, kritharaqet. Do skuqim paksa qepën që të marrin ngjyrë. Se kam skuqur qepën, do shtoj makaronat dhe do t'i skuqim për disa minuta. Makaronat janë skuqur për disa minuta. Do t'i marrim dhe do t'i shtojmë tek tava që kemi vendosur qoftet. Tava që do t'i gatuajmë makaronat me qoftet, kritharaqet. Kemi shtuar qoftet, shtojmë kritharaqet. Dhe salca do shtojmë pak ujë të ngrohtë.
Do të trazojmë paksa. Ne kemi shtuar makaronave. Do t'i shtojmë piperin. Më pëlqen piperi kur përgatis makarona kritharaqe, i shkon shumë. Do t'i shtojmë edhe kripën. I shtoj 1 lugë e gjysmë çaj me kripë. Pa problem se do të rretet shumë mirë edhe kripa. Duke qenë që do futen në furrë dhe do gatuhen. Edhe salca do përzihet shumë mirë. Do shtojmë ujin thash e nxehim. Normalisht edhe furrën e kemi ngrohur, se duke qenë që fusim diçka të nxehtë, furra nuk mund të jetë e ftohtë, sepse pastaj na pret valën e ujit të ngrohtë. I përzijim paksa, por megjithatë edhe kur i fusin në furrë, derisa të fillojnë që të zijejnë, që mos të na ngjisin në fund ose mos të bashkojnë me njëra tjetrën, trazojini her pas here. Hapni furrën dhe mund t'i trazoni. Bëjmë një të përzierë të mirë. Dhe i kemi gati për t'i futur në furrë. Furra e ngrohur, 190 gradë, 200 gradë. Normalisht gjersa të pinujnë makarona dhe të thekrisen paksa mirë. Ose si që keni dëshirë juve. Në furrë. Tava ime me makarona kritharaq dhe qofte ka përfunduar, del me të vërtet super e shishme. Sipër i kam shtuar pak djathë të bardhë dhe majdanoz, por mund ta shoqëroni si të doni ju. Provojni se ka për t'ju pëlqyer shumë. Ju bëf të mirë, miq të dashur.